Marrëveshja e UHAS mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara për financimin e sektorit të mbrojtjes është shoqëruar me tensione dhe jashtë-debatit parlamentar pas thirrjes së kryetarit të Kuventit që deputetët e njiheshin me përmbajtjen e dokumentit në kushte të konfidencialitetit. Deputeti dhe kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, u paraqit në ambientet e caktuara për konsultimin e marrëveshjes. Sipas pretendimit të majorancës, pasi mori një kopje të dokumentit, Sheha u largua nga salla duke marrë atë me vete, pavarësisht përpjekjeve të administratës së Kuventit për ta ndaluar. Ngjarja ka sjellë reagimin e kryetarit të grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili e cilësoi veprimin si shkelje të rëndë të rregullave për administrimin e dokumenteve të klasifikuara. Në një reagim publik, Balla deklaroi se sipas vlerësimit të tij, deputeti duhej ndaluar në kushtet e flagrancës, duke pretenduar se ishte marrë në mënyrë të paligjshme një dokument me karakter konfidencial. Paralelisht, ai ka kërkuar zyrtarisht Kuventit marrjen e një mase disiplinore ndaj Shehajt, duke propozuar përjashtimin e tij për 60 ditë nga punimet e seancave plenare dhe komisioneve parlamentare. Kryeji i grupit socialist ka kërkuar gjithashtu që Kuventit ja referojë rastin prokurorisë së posaçme, duke ngritur dyshime për konsumimin e disa veprave penale që sipas tij lidhen me administrimin e informacionit të klasifikuar dhe cënimin e sigurisë kombëtare.